Kalojmë jo vetë në raport me Rësha dhe Bushati, po dhe që është mendimi juaj, me radhë. Ne vazhdimisht kemi folur, duket bëjmë përpjekje mos duket sikur përsëritim veten, se në fakt edhe kur ndodhin dhe gjëra që afërsisht njëjtas, edhe do ta përsëritim me në një preç veten. Pra, një protest fillimisht lexuam disa fjalime, thash Berisha tundi flamurin, pastaj edhe ndryshëndët e hodhën ato të gjitha. Duket sikur, bën sikur, edhe opozita bën sikur. Çfarë është kjo tani, sipas? Ç'ishte, si e lexove ti? Duke si e orkestruar e gjitha si një filmo. Kush dhe flasë për para, dhe flasë në Do t'i vëksh. Se do vazhdojmë. Flasun, në pare. Po ty du drejtohet parit se tani, ne që jemi moshë madhe, flasim pak më për para preç. Ka ndo një enigmë, kjo e gjithë është... Arojmë. Nuk ka ndo një enigmë. Pyetja që bën... Ska enigmë, është e gjithë është skenar. Skenar. Po kështu janë me skenar gjithmonë. Ka ndodhë në njëherë që ka ndodhë në disa raste që ku ka pas protesta populore, mbar populore që kanë qenë pas skenar. Këto janë me skenar është orari, me skenar është gjdo elementi protestës, me skenar është fjalimi, me skenar është hedhja molotovëve, me skenar është gjujtja me fishek zjarëm që me qapo gjunin mbi policinë. Gjdo gjë është e menduar me inësi. Kush mendon ndryshe këtu, nuk e kupton natyrën e protestave që ndërmerr një parti politike që është dhe parti parlamentare. Tani unë me ekstremizmin nuk debatoj, sepse me ekstremizmin në thelb nuk debatohet. Tashi që të predikosh opozitarizm që t'i vesh flakën Tiranë, se t'i vesh flakën Tiranë, kjo nuk jep rezultat. Kjo knaq këshu, me thënë syrin e njerëzve që kanë qef të shohin flakë, por kjo nuk jep asë një rezultat. Asë një. Nuk kanë... Mba në lidhje dhe Bushatin, e? E mba në lidhje Bushatin i them se... Do me thënë jemi në bised. Dhuna dhe molotovët e vonojnë rëzimin e qeverisë, nuk e përshpejtojnë. Dhe provën e kemi në 35 vjetë, nuk kemi pse harrojmë atë përkufizimin e Einsteinit që Budallaj, për të përkufizu Budallajn thotë që bënd njëta gjëra dhe pret rezultatet ndryshme. Më dhe dhuna, molotovët nuk kanë dhënë rezultat këtu. Dhe nuk japin, sepse ato mund t'japin në rezultat kur grupe interesi, njerëz, rini, sindikata, pra që nuk kanë kërkesa politike, nuk duan me marrë pushtetin, po kanë një kërkes kundër blokimi që po i bëhet për shumë votimit për prokurorën, për këtë ministrin e ndërtimit, për Belinda Ballukun, ose ka një kërkes që ka të bëjë me një çështje tjetër. Ka qenë këtu në Shqipëri që është e armëve kimike, e parave të humbura në firmat piramidale, këtu ka justifikim, dhe me thënë, shfrimi pa fre i pjesëmarrësve. Kurse kur organizohen nga parti politike që janë alternative pushtetit dhe dalin për kërku pushtetin, predikosh dhunën, do të thotë pranosh marrjen e pushtetit me dhunë. Kjo është kategorikisht kundër çdo koncepti demokratik e papranueshëm nga kërkush. Tani, unë edhe njëherë e nënvizoj këtë gjë që ata janë të lirë të bëjnë si e mendojnë vetë, se nësë du të japë men asë kërkujt. Asë opozitës Sali Berishës nuk i japë, asë du të japë men asë... Dhe po të japësh nuk t'i pranon, po. Por, nuk arrin gjë. Ajo që mund të themi ne si vëzhgus, është që njerëzit i kanë sytë në balë. Këto janë protesta që filmohen nga 10 dhe 100 kamera, dhe nga mira celular, dhe do t'i kërkoja, do t'i sugjeroja Sali Berishës që të mësoj një herë, ta ndërtojnë narrativin mbi atë që shohin me sy gjithë njerëzit. Se e ka bërë me 21 janar që vrit garda, ky e lexon se sikur kanë vrarë protestuesit njëri tjetrin. E tjerë, s'po i kthehem asaj.
Tani këtu pa shumë qartë që sa po mbaroj ai fjalimin, shpërthyen molotovët. Ata më thonë janë fëmijë, unë nuk mund ta verifikoj këtë gjë, se jam aty. Po do ishte një skandal tjetër, dhe më thënë që të përdorësh fëmijët, les enfants perdus, se kemi dhe bushatin lindu, këto dhe jo dini, cila është historia e fëmijëve të humbur, që përdorën kështu vend si mish për tokë, s'pa përgjithësi. Unë jam dakord me këtë gjë që në Shqipëri ka një problem të madh, përpjekja që bën Edi Rama për të vonuar apo se për të bllokuar që drejtësia të vazhdoj punën e vetë me hetimin edhe me quarën gjykat të ish zëvendës kryeministës, se tani është e pezulluar, dhe ish ministrës ndërtimit tani deputete, pa diskutim dhe për skandale tjera. Këto janë skandale që po i heton dhe po i ndërton pa di mbi to spaku. Drejtësia, pra Shqipëria ka instrumentet për shkuar drejtësisë, sepse duhet mbrojtë dhe drejta e palës tjetër që akuzohet, se ata presupozohen pa fashëm derisa një gjykat shpallë pa fajtësinë e tyre, e tjere e tjere. Tu tani, opozitën mund ndikoj, por mendoj unë se nuk që do kemi kam disa pyetje tjera, unë jashtë, do me thënë këtë mendon ti. Bushat kështë në një për preqin ndryshe e mendon. Jo, një pjesë i mendon një lloj me ty. E mendon ndryshe, po do me thënë, ajo ku ndahem unë, s'po them ku bashkohem me preqin. Jo, bashkohesh në shumë tjera, po. Unë me preqin është pyetja. Kush po ushtron sot dhunë në Shqipëri? Do me thënë, po ushtron dhunë Edi Rama dhe banda e tij që s'dorëzojnë ballukun, që nuk e lejojnë sipas ligjit interpelanca, që nuk lejojnë komisione hetimore, që përdosin opozitën, apo po ushtrojnë dhunë disa njerëz të cilët pasi bëjnë një manifestim që s'ka asnjë impakt, hedhin dhe pafishezare dhe molotov. Dhunë, është pyetje që s'ka nevojë për... O, Bushat, s'ka nevojë... Ngrieshin dhe ambasadorët. O, Bushat, s'ka nevojë për përgjigje kjo. Më dënojnë protestat të dhunshme, nga që e din... Pyetje që kam unë për ty, është kjo. Multimulare ka bërë tjetër kush. Tashi ti po bën koment. Pyetja ime për ty, se dhunë e dim se s'kemi një diferencë në këtë pikë që Edi Rama po bën përpjekje. Ti ke pas dhe mendimin që ka kap spakun, ka dështuar jo e spakut, ke pas shumë mendimet tjera që kanë dështuar, vazhdojnë ta ketë, mbaje.